Mirë se u rikthyet në pjesën e dytë të programit Mirëmëngjes Shqipëri. Për gjithë ata që erdhën tani në platformën e transmetimit të radio televizionit shqiptar, ju uroj sërish mirëmëngjes dhe një ditë të mbarë. Do të flasim tani për situatën globale, situatën gjeopolitike, konfliktin Ukrainë, konfliktin në lindjen e mesme, që duket se ka vënë në vështirësi edhe tregjet ekonomike dhe bursat ndërkombëtare, por më shumë se kaq, ka aktivizuar mekanizma të shumtë politik dhe diplomatik, ku gjithmonë në radhë të parë flitet për paqen dhe përpjekjet për ta mbrojtur atë. Megjithatë në Romën e Lash thonin nëse do paqen duhet përgatisësh luftën, por ju uroj mirëseardhje në program zotit Xhavid Shala, ekspert i njohur për çështjet e sigurisë. Mirëmëngjes zoti Shala, mirë se na erdhët sot. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që do të flasim bashkë në minutat në vazhdim pikërisht për situatën e krijuar. Sa i kanë diktuar aleancat e reja ose të vjetra diplomatike dhe politike lufta në Ukrainë dhe çfarë po ndodh me konfliktin në lindjen e mesme? Po, duket se ka zhvillime interesante në të dy frontet, si në Ukrainë ashtu në linjën e mesme. Fillimisht ishte Ukraina një shqetësim i madh botror, domethënë dhe përpjekje të mëdha për ta minimizuar pasojat e asaj lufte dhe për ta parandaluar përhapjen e saj, gjithashtu edhe për të arritur një armë pushim, por pas kësaj, domethënë shpërtheu një konflikt tjetër akoma më i ashpër në linjën e mesme, i cili cënoi interesa akoma më të mëdha, pasi si konflikt do të ndikonte, duke qenë se u lidh me furnizimin dhe kaloi në një krizë të madhe energjetike, në një luftë energjetike, shkaktoi një problem të madh në furnizimet e tregjeve botërore, këto pasojë u ndihen edhe në portofolin e çdo qytetari të Bashkimit Evropian, por edhe të shumë vende të tjera të botës. Pra, ndodhemi në një fazë tashmë kur të dy konfliktet po zhvillohen paralelisht. Do të themi që konflikti i Ukrainës kaloi në plan të dytë në këtë rast, sepse thash që konflikti në linjën e mesme u ashpërsua shumë shpejt dhe eci u përshkallëzua në disa etapa dhe sot ndodhemi në një fazë ku është goditur ekonomia botërore, ekonomia është goditur furnizimi energjetik me lëndë djegëse që përdoren kudo, pra ka ndikuar, mund të themi që kjo ka ndikuar në portofolet e çdo qytetari në Bashkimin Evropian, sidomos në Bashkimin Evropian, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka bërë që vetë presidenti Trump të angazhohet për të minimizuar këto pasoja, pra duke dhënë edhe disa afate, duke i kaluar ato afate, duke mundësuar një armë pushim, pra po duket tashmë që mbrëm ka përfunduar afati 40 tetor që presidenti Trump i dha Iranit për ta hapur plotësisht ngushticën e Hormuzit, duke që gjatë kësaj periudhe 48 orë që pat disa zhvillime, pat bisedime, njëra palë pranon që janë zhvilluar bisedime, njëra palë thotë që nuk janë zhvilluar bisedime, por rëndësi ka që u shtyllë një 5 ditë tjetër, domethënë afati i fillimit të bombardimeve për objektet e energjisë elektrike, që lidhen me furnizimin e energjisë elektrike në Iran. Por ndërkohë, a rrezikojmë sot të shkojmë në kufit kohor të një konflikti që zgjat mbas ajo sa Ukraina, por më i gjatë se ç'ishte planifikuar në fillim nga administrata Trump, se në fillim sekretari amerikan i mbrojtjes foli për 4-5 javë të konfliktit në lindjen e mesme, duke marrë sigurisht fjalët e shefit të tij në Shtëpinë e Bardhë. Po, duket se konflikti doli jashtë parashikimeve të presidentit Trump dhe për një konflikt me një afat të shkurtër kohor. Dihet që presidenti Trump ka qef ato zgjedhjet e shpejta, siç ishte rasti i Venezuelës apo rasti i luftës 12 ditore të qershorit e vitit të kaluar po me Iranin, por me sa duket këtu Irani gjatë kësaj periudhe para pas luftës 12 ditore të qershorit e vitit të kaluar ka zhvilluar përgatitje të theksuar dhe ai ka pa që është pamundur të përballoj sulmin amerikan në këtë fazë, kështu që ai ka përdorur në një masë të konsiderueshme luftën asimetrike. Pra, duke aktivizuar të gjithë mundësitë që ai ka për ta zgjatur luftën dhe për të arritur koston e luftës dhe për të bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës të futen dhe të ngelin në një konflikt që do kenë vështirë të dalin. Edhe cila ishte këto? E para ishte domethënë përdorimi i proksive apo milicive
të cilat ishin të lidhura dhe i kanë shërbyer Iranit në vite, sidomos Hezbollahu, sidomos milicisë shite në Irak, të cilat u aktivizuan për të shkaktuar dëme dhe apo për të angazhuar në luft për të shkaktuar dëme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por sidomos Izraelit. Pra, synimi tu është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një gjë për ta përfunduar sa më shpejt për dalë nga ky konflikt, ndërkohë që Irani ka një strategji tjetër për ta zgjatur konfliktin, për ta lodhur kundërshtarin dhe për t'i detyruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të tërhiqen duke plotësuar edhe kushtet e Iranit. Pra ka një përplasje midis dy strategjive në këtë rast. Një loj nervash ose një loj durimi, kush do ta ketë durimin më gjatë, por besoj pranë tyre janë vendosur dhe aleat padashur ose jo. Për shembull, në krahun e Shtetit Bashkuar të Amerikës është aleanca e NATO, sigurisht pas një ekuivok, por nuk e di në rastin e Iranit të kush qëndron në krahun e aleancave të tij, ose kush po, përveç këtyre proksit milicive që ti përmendë pak më herët. Çfarë po ndodh me Rusinë, me Kinën në këtë arenë të madhe botërore? Po, është një luftë, shiko, kjo lufta në linjë mesme është një luftë ku ka përballë një koalicion, siç është koalicion fillestar, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, nga pala tjetër është Irani në koalicion me disa organizata jo shtetërore, militare, si që janë milicit shite. Pra, këtu janë dy grupet kryesore që janë përballë njëri tjetrit. Njëri, Shtetet Bashkuara dhe Izraeli zotrojnë ajrin, kanë patur rezultate duke goditur gjithë objektet ushtarake, zotrojnë ajrin, kanë goditur flotën luftarake, flotën detare, pra pothuajse kanë asgjësuar, pothuajse kontrollojnë qiejt, ndërkohë që Irani është ndjen vetëm pavarësisht pasojave ekonomike që ai ka psuar duke goditur gjitha këto objekte, ndjen vetëm që ka mundësi, ka kapacitete për ta zvarritur këtë luftë dhe duke ka menduar për një rezervë strategjike të sistemit të tij raketor, duke i spostuar në vende të ndryshme dhe duke vazhduar tashmë jo me atë intensitetin e parë të luftës me raketa, por duke i përdorur ato në mënyrë më të rrallë, por edhe me saksi më të madhe. Dhe këtu është ajo po themi skalioni i dytë i aleancave. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetjen e NATO-s, por kanë vetëm një mbështetje politike. NATO nuk është përfshirë. NATO e ka vlerësuar, leadershipi NATO-s ka vlerësuar që të mos përfshijë NATO në këtë konflikt, sepse në farë mënyre si aleancë edhe si traktati NATO-s, ajo është kur sulmohet territori i një vendi antar të NATO-s. Në këtë rast nuk është sulmuar territori ndonjë vendi antar i NATO-s. Kështu që NATO në farë mënyre duke mos u përfshirë në konflikt është në rregull me traktatin e saj themelues, pavarësisht kërkesave të vazhdueshme që ka bërë presidenti Trump. Ana tjetër, presidenti Trump u përfshi në këtë konflikt pa u konsultuar, domethënë konsultimet e tij ishin vetëm Izraelin dhe nuk u konsultua me aleancën. Gjithsesi, një nga një shtetet e aleancës po fillojnë të përfshihen duke afruar bazat, duke i dhënë mundësi tjera, apo duke bashkëpunuar, pra më shumë një politikë dhe më pak duke bashkëpunuar sidomos në fushën e mbrojtjes, pra duke thënë që ne po bashkëpunojmë në fushën e mbrojtjes, jo duke sulmuar Iranin. Nga ana tjetër, kemi dy fuqi tjera të mëdha bërthamore, siç janë Kina dhe Rusia, të cilët nuk kanë një përfshirje të drejtë për drejtë, kështu që të marrin pjesë në luftime, por gradualisht ato kanë filluar të përfshihen duke një mbështetje diplomatike në radhë parë, pra një mbështetje diplomatike, por edhe një mbështetje në inteligjencë, si Kina, ashtu edhe Rusia ka dhënë mbështetje në inteligjencë. Fakti që goditjet e Iranit tashmë janë më të sakta, më precize dhe dëmet janë më të mëdha, ndërkohë që Irani nuk ka kapacitete të tilla gjurmuse. Pra, do të thotë që ata po marrin inteligjencë si nga Rusia, ashtu edhe nga Kina. Pra, situata është e tillë, pra ka një ndërkombëtarizim
sidomos në aspektin energjetik, lufta është ndërkombëtarizuar, pra pasojat ekonomike të saj po ndihen kudo. Ndërsa në aspektin ushtarak mund të themi që dhe strategjik mund të themi që është akoma një luftë rajonale, por me një përshkallëzim të kontrolluar deri në këto momente, pra themi që përshkallëzimi është i kontrolluar, nuk është se ka dalë jashtë kontrolli, por që vendet e gjirit të cilët janë goditur nuk janë përfshirë akoma deri, do të thonë ato vetëm janë mbrojtur, nuk kanë reaguar, sepse reagimi tyre pastaj do të ishte një fazë tjetër që mund të ishte mund të rajonalizonte këtë luftë dhe pastaj pasojat e saj do të ishin akoma më të mëdha, sidomos ekonomike për gjithë vendet e ndryshme të botës, por edhe ushtarake pastaj mund të kishin përhapje të konfliktit. E kuptoj. Me vendet e vogla, siç është rasti i vendeve që janë pjesën e Ballkanit Perëndimor, ku Shqipëria është pjesë, Kosova gjithashtu, çfarë ndodh me vendet tona, ndërsa të mëdhenjt janë duke kërkuar aleanca të reja, tregje të reja ekonomike, ndërsa bota është po vëzhgon me kujdes këtë konfliktin e përshkallëzuar, ende nën kontroll, siç thoni ju. Çfarë ndodh me vendet tona? Jemi të cënueshëm ne nga pikpamja e sigurisë? Jemi të cënueshëm nga pikpamja e sigurisë? Po Shqipëria dhe vendet një pjesë më e madhe e vendeve të Ballkanit janë vende antar të NATO-s, pra përjashto Serbinë dhe Bosnjën që janë Bosnja kandidate dhe Serbia që ka një status të veçantë në raport me NATO-n, pra ka një marrëveshje, po e themi bashkëpunimi, por vendet tjera janë antare të NATO-s dhe në bazë të traktatit të NATO-s janë të mbrojtura dhe në këtë rast kjo normalisht nuk është i lënë pa detyrime, sepse nëse përfshihet NATO, detyrimisht do përfshihen secili vend antar, por në këto momente nga ky konflikt ne jemi të mbrojtur nga aleanca. Pra, këtu ideja është që goditjet nuk mund të jepen ndaj Shqipërisë, sepse për të dhënë ndaj Shqipërisë duhet kalon disa vende antarë. Ne kemi parasysh rastin kur ata u munduan të godisin Turqinë dhe menjëherë pat një reagim nga ana e NATO-s dhe aleanca reagoi dhe ja zgjidhoi pothuajse në 3 raste kur ka patur kalim raketash apo tentim për të goditur bazat amerikane në Turqi janë azisuar. Kështu që por kjo nuk do të thotë që nuk duhet vëmendshtuar, pasi Irani duke zhvilluar një luftë asimetrike, ai është përpjekur të angazhojë dhe jo vetëm proxy, por të zhvillojë një luftë hibride ndaj vendeve me të cilët ajo ka interes. Pra dhe një pjesë e luftës hibride është aktivizimi i celulave të agjenturës së tyre, pra i rezidenturave të tyre për të shkaktuar dëme të ndryshme për atë sabotimi apo sjellje angazhimi apo angazhimi i tyre në sulme kibernetike. Dihet që jo shumë ditë më përpara Irani u angazhua në sulm kibernetik ndaj disa strukturave të shtetit shqiptar, sidomos në çfarë rasti që u bë me i dukshëm në rastin e kuvendit të Shqipërisë, pra. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama tha pak ditë më parë që ata bëjnë sulme çdo ditë, pavarësisht se kanë dështuar për shkak të fortifikimit të themi të sistemeve tona të infrastrukturës inteligjente. Absolutisht, Irani nuk mund të na gjende më të paprgatitur siç na gjeti disa 3 vite më përpara. Dhe kjo është fal investimeve që janë bërë në Shqipëri në fushën e mbrojtjes kibernetike. Janë bërë investime të cilat më para që ishin parashikuar, domethënë dhe tashmë sulmet do ketë, se sulmohet Amerika në luftë kibernetike, sulmohet Kina, sulmohet vendet e Europës Perëndimore. Puna është sa arrin ti parandalosh dhe nëse ti ke një mbrojtje kibernetike të sofistikuar dhe të aftë dhe bashkëpunon me shtetet e tjera në këtë fushë, normalisht që pasojat do të jenë shumë minimale dhe Shqipëria të paktën e ka arritur këtë që të ndërtojë një sistem mbrojtje kibernetike nga më të mirët, po themi nga më të mirët në botë. Edhe kjo është një arritje, unë them një arritje shkëlqyer edhe qeverisë shqiptare. E kuptoj. Dhe pyetjen e fundit e kam, po bëhen 7 muaj nga takimi i famshëm i Alaskës në vitin e kaluar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Sot pas 7 muajve, çfarë mund të themi për jahonën e këtij takimi kur bota ka hyrë në këto situata që biseduam bashkë deri në këto çaste? Po, ai takim
fitoi pikë më shumë fitoi Rusia dhe tashmë me këto zhvillime që ndodhen më vonë ka aludohet sikur është rënë dakord për një ndarje të botës etj. Gjithsesi unë do ta vlerësoja angazhimin e presidentit Trump në atë rast për luftën në Ukrainë, pra për të dhënë fund luftës në Ukrainë dhe përpjekjet e tij u pasqyruan më pas me takime të njëpasnjëshme për të dhënë luftës në Ukrainë, për të dhënë një fund, por rezultati në të vërtetë rezultati nuk është se ka qenë një rezultat i pritshëm. Presidenti Trump shpresonte, siç ai premtoi edhe në fushat, që luftën në Ukrainë do ta përmbyllë në periudhë të shkurtër kohore, po bile për 24 orë një herë po i quajmë ato premtimet të fushatës që ndodhin kudo. Por përsëri lufta vazhdon dhe më e keqja është se kjo luftë tashmë po kalon në plan të dytë. Është një luftë që është shumë shqetësuese për Europën, po kalon në plan të dytë, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë janë të dyzuara sepse një pjesë të potencialit të vet ushtarak të inteligjencës të tjerë janë të detyruar të angazhojnë në linjën e mesme. Pra kjo në një farë mënyrë e dobëson pak Ukrainën në këtë luftë. Në ana tjetër, kjo jep një mundësi Rusisë që ta ndjej veten më të ketë mundësi më të mëdha për të shtuar presionin. Gjithsesi, nëse mund ta them me dy fjalë situatën në frontin e Ukrainës, deri tashmë pavarësisht fillimit të luftës në linjën e mesme, Rusia nuk po fiton dot, nuk po përparan dot në mënyrë të dukshme në terren dhe Ukraina nuk po humbet. Pra ndodhemi në një situatë ku lufta ka marrë tiparen e një lufte mes dronëve, ku të dy palët sulmojnë palën tjetër në thellësi dhe duket ka hyrë në një fazë të asaj që quhet lufta e konsumimit të njëri tjetrit. Pra palët janë të ngrira në front, por po konsumojnë energji të njëri tjetrit, pa arritur asnjëri të fitojë dhe asnjëri të humbasë. Megjithatë, me sa duket to janë kostot që kanë raste të tilla apo ngjarje të tilla kaq të mëdha kur bëhet fjalë për përfshirjen e fuqive që udhëheqin në globin me potencën e tyre politike, diplomatike dhe ekonomike. Zoti Shala, faleminderit shumë që ishit sot me programin Mirëmëngjes Shqipëri dhe ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit ju. Mirë, ju po ndiqni programin Mirëmëngjes Shqipëri në Radio Televizionin Shqiptar, do të ecë më tej me tëra rubrika, është momenti që të vi Kristi me të ftuarin e radhës.